Aliu radiallahu anhu ka thënë, nuk e kemi bart gajlen, dertin e veprës, kur, ka qenë pa kontestueshme. E çfarë gale keni bart? Ka thënë të pranimit. Ka qenë të avancuar. Sa shumë musliman për shembull nuk e diskutojnë është e pranuar. Por diskutimi jonë rreth veprës përfundon tek zbatimi. Tash na falem akşamin, do më zbatuam. Por ndikimi i akşamit, përmirësimi i jetës me akşam, jeta pas akşamit, kjo është më pak e diskutueshme se pjesa e zbatimit. Ma tepër ja bartim gardin si me fal namazin, se si me funksionalizu namazin jetën e të përditshme. Sepse kjo është pjesë përbërëse e praktikës. Në Aliu thotë radiallahu ta'ala anhu, pjesën e zbatimit, kur se kemi diskutuar. S'ka qenë pjesa agjetës kur kjo punë. Ka qenë kjo punë e kryme, zbatimin, nuk diskutohet kjo punë. Ka thonë Zoti mor fund. E çfarë gale keni pasur? Gala pranohet. E pranimi ndërtohet me bazën e ndikimit, përmirësimit, ndryshimit e kështu me radhë. Edhe na për shembull, niveli jon i diskutimit rreth obligimeve fetare ku ka arrit tek zbatueshmëria. A do e përfundosh? Kjo është arritje se as kjo s'ka qenë debat. Por sa kërë me diskutuar për zbatimin, sa ku 30 vjet 50, jo mjaftueshëm atë. Shiko, thot Ibn Mesudi radiallahu ta'ala anhu, kur ka zbrit ajetin surën Hadid, "Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah", a nuk ka arkuar që zemrat e besimtarëve tash të përulen e të nështrohen kur Allahu përmendet. Kjo është fazë më avancuar e zbatimit. Do të kur ky ka zbrit, edhe Allah na ka qortu për zemra të ngurta, thotë kemi qenë ngjishtat mirë sa musliman kemi qenë. Ska ky ajet nuk është i Medinës. Ky ajet është i Mekës. Andaj të dinamikën e përmirësimit dhe avancimin në adhurime për te zbatimit nuk mund të diktojmë ne. Për shembull 10 vjet të zbatimi, tani 5 vjet pak lëkshti, tani rikthehemi. Jo, këtë dinamikë kush e përcakton? Feja përcakton, Allahu e përcakton. Edhe na alhamdulillah jemi në nivelin e zbatimit. Dhe kjo fare nuk diskutohet më. Nuk diskutohet më. A është çështje në tavolinë e jona, a kena me falë yacin apo jo? Sa është çështje më fare ato. Andaj kur diskutimi është si të ndryshojmë me yacin. Jo ato të falim yacin. Kjo ka marrë fund. Edhe të flas për në nivel më të avancuar të imanit, që imani të jetë funksional jo vetëm në nivelin e zbatueshmërisë, që imani të funksional vetëm sa për zbatim të urdhave, jo. Po imani të funksional në aspektin e ndryshimit, avancimit, përjetimit, ndikimit, faza që tregojnë domethënë avancimin e besimtarëve në aspektin e imanit.